محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Allah në madhur e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E lutim Allah në madhuar që të na ruan nga çdo punë e ligë, nga çdo punë e keqe, pavarësisht a buron nga vetët tona apo na rrezikon nga jashtë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është edhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe dërguari i Tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, nëse një njeri në vazhdimsi ushqehet me ushqim të shëndetshëm të mirë dhe gjithmonë qëndron nën peshë dhe ka smundje, atëherë ai ndërmer masa për të shikuar ushqimin e tij apo çka po e shkakton këtë nën peshë apo këtë smundje të tij. Nëse një prind e dërgon fëmijën e tij në shkollë, investon, e përcjell dhe prap fëmiu ka rezultate të dobta, një prind i mirë nuk mund të rrinë indiferent ka shik këtij rezultati, po ndërmer masa. Interesohet për shkaqet që realisht nuk po e bëjnë djalin apo vajzën e tij të suksesshëm në bankat e shkollës. Kështu është edhe me investime në biznes dhe në çdo fushë të jetës. Njeriu pret rezultate të caktuara nga çdo përpjekje e tij. Madje përpjekja e njeriu pa pritje të rezultateve është kaos dhe është diçka që nuk i takon njeriu. Edhe në rrafshin e udhëzimeve fetare, edhe në rrafshin e dëgjimit të ligjëratave, ardhes në xhumë, dëgjimit të hutbës, të gjitha këto janë mjete që ndërmiren për të garantuar rezultate të caktuara. Këto rezultate shfaqen në nivel individual, familjar, shoqëror e kështu me radhë. Andaj, secili prej neve me siguri pritshmëritë e tij në raport me atë që dëgjon janë shumë më të mëdha se realiteti i tij. Gjithmonë gjejmë në veten tonë se ka hapësirë për të qenë më të mirë. Disa probleme që na ndodhin në jetën e përditshme, mëkate, lëshime, dobësi të caktuara, shpesh nuk dimë edhe t'i komentojmë pse na ndodhin. Dhe këtu del në pa domosdoshmëria e trajtimit të vazhdueshëm të teme që ka të bëjë me distancën mes asaj që dimë dhe asaj që bëjmë. Fetarisht është e kërkuar që këtë distancë të punojmë në vazhdimsi për ta minimizuar. Do të thotë, besimtari duhet me mësu, nga se dia është piknisja e çdo veprimi. Mirë, por nuk duhet lejuar që dituria e tij të grumbullohet ndërsa vepra të paksohet. Që sa më tepër din të krijohet distancë më e madhe mes dijes dhe veprës, nga se reagimi në raport me këtë çështje duhet të jetë në drejtimin e kundërt. Do të thotë, sa më tepër dije, më tepër vepër, më tepër produktivitet, më tepër përmirësim, dhe sa më tepër dije, të nderuar, distanca mes tij dhe veprimit është shumë e kufizuar dhe e minimizuar. Mos kujdesim për këtë temë, Allahu e qarton në Kur'an me shembuj dhe udhëzime të ndryshme duke thënë: "Lime taquluna ma la taf'alun." Pse thuani atë që nuk e bëni? Besimtari nuk duhet të jetë demagog, që mos ta ketë dert fare veprimin, mos ta ketë dert fare përmirësimin. Me rëndësi është ai po dëgjon, me rëndësi ai po flet, e ku është vepra? Në gjumat e kaluara të nderuar kemi folur për një jetë cilësore, për një jetë produktive, për një jetë që ka çmim. Kemi folë që besimtari nuk duhet me nënçmu jetën, nga së është begatia më e madhe që e ka. Duhet që me aktivitetin e tij, duhet që me produktivitetin e tij të arrit maksimum vlerën e tij tek Allahu i mëdhenuar. Dhe në kuadër sa kemi thënë që besimtari duhet që të mirët me të tashmen, mos të jeton në imagjinatat dhe
prangat e të kaluarës apo të ardhmës, por tjetë produktiv dhe praktik në të tashmen e ti. Që sa ma tepër vepra të bën, sa ma tepër punë mira bën, sa ma tepër të ndryshon kuptim të përmirësimit, ngritjes dhe zhvillimit e ti. Dhe të ndërvëzë, kjo është rrugtimi i njerëzve të suksesshëm dhe i popujve të ngritur dhe zhvilluar në çdo kohë dhe në çdo vend. Nëse i analizojmë të ndërrua lëzër faktorët që pamundsojnë bashkëpunimin mes fjalës dhe veprës, faktorët që realisht rritin distancën, faktorët që na bëjnë të flasim, të premtojmë letë, edhe pse nuk zbatohet në praktik, atëherë do t'i gjejmë këta faktorë të përmbledhën disa pika që ndoshta një hutbë si kjo nuk mund t'i përmbledh, por unë dua të përmend disa prej tyre. Çështja e parë të ndërlëzër që duhet kemi kujdes është gjithmonë ta pyetim veten tonë. Një pyetje që shpërfaq fuqinë e sinqeritetit, që shpërfaq qiltërsinë e qëllimit dhe kullueshmërinë e synimit nga fjala që e dëgjon apo nga fjala që e thua. Ka ardhur në xhumë sot. Pse ka ardhur në xhumë? Nëse përgjigjja jote është obligim, është ku marrë me zbatu obligimin, kjo është përgjigjja minimale. Nën këtë nuk ki që ka me thonë mo, për shkak se nën obligim s'ka tjetër pas shkeljes së obligimit. A duhet këtu të përfundon përgjigjeja? Jo, nuk kemi ardhur sot në xhumë vetëm për ta kryer obligimin. Po, kemi ardhur me kryer obligim, po jo vetëm. Kemi ardhur sot në xhumë që të marrim shpërblimin, por jo vetëm. E për çka kemi ardhur tjetër? Kemi ardhur që të arritim përfitimin në dijen tonë, që pas xhumës të dalim më të fuqishëm në dijen tonë, më të pasur në informata, e pastaj më të zellshëm në praktikë. Andaj besimtari vjen ligjërat, shkon xhumë, lexon libër, përfiton nga mësimi i caktuar me një të fuqishëm dhe të sinqert për Allahun xhallahu ala, që ta kupton drejt atë që thuhet dhe pastaj të përmirësohet, e të ndryshon. Nëse është i sinqert, Allah ja mundson. Momentin kur ne vim për dëgjuar, thjesht sa për dëgjuar, me kry një obligim, por nuk kemi të sinqert për Allahun se këto informata do të shërbejmë me të pëndryshuar, atë nuk ndryshojmë. Kështu që të ndërlozër, na duhet sinqeritet, na duhet ta kemi qëllimin e qartë, pse po e ngon hutbën, pse po e ngon ligjëratën, pse po e lexon librin, për ndryshu, apo për t'ia bërë qefin dikujt, apo për ta kryer obligim, apo për ta ikë qafe një detyrë dhe një angazhim. Për çka? Bëj sinqert, hajde në xhumë me një të pastër, që ti thua Allahu xhallahu ala, atë që e dëgjoj dhe ka të bëjë me time, unë kam e përmirësu. Atë që e dëgjoj dhe ka të bëjë me një obligim që nuk jam duke kryer, kam e zbatu. Atë që e dëgjoj dhe ka të bëjë me punë të mirë që duhet me e bo, që të fitoj shpëlimin, kam e bo. E kështu me radhë. E kush vjen me këtë sinqeritet, e me këtë qëllim dhe me këtë synim, me lejen Allahu xhallahu ala zvoglohet distanca mes dijes dhe veprës, ose e kundërta, rritet distanca mes dijes dhe veprës. Kërko sinqeritet, a jar për Allah, a jar për me përmirësu, a jar për me ndryshu, apo për çka ke ardhur? Jo vetëm këtu, ku do qoftë. Jeta është e shkurtë në rozë, shkon shpejt. Prandaj është mirësia Allahu xhallahu ala ndaj teje që të ka mundsuar me dëgjuar që të përmirëson, që të ka mundsuar me dëgjuar që të ndryshon. Pse nuk jemi mirënjohës ndaj begatisë Allahu xhallahu ala? Sa njerëz në botë janë të privuar nga fjalët e këtilla. Nuk ka kush i mëson, nuk ka kush i përmirëson, nuk ka kush i udhëzon. Dorso ne kemi gjitha këto mundësi në forma të ndryshme dhe në shtigje të ndryshme të jetës tonë. Çështja e dytë që duhet ta kemi parasysh të ndërlozëm, krahas sinqeritetit, krahas qiltërsisë së qëllimit, e ka qartë tamam ku po shkon dhe për çka po shkon. Krahas saj, pengesë në parafrimin mes fjalëve dhe veprave është edhe epshi. E din që duhet, mirë po nuk është në gjendje me pagu çmimin e shkeljes së epshit. Fatkeqësisht shumë njerëz sot
e vlerësojnë epshin mbi gjithë shka, mbi mendin e tyne, mbi të ardhën e tyne, mbi shpirtin e tyne, mbi karakterin e tyne, mbi njerëzillëkun e tyne. Janë në gjendje me shkel njerëzillëkun, me shkel nderin, me shkel besimin, me shkel ndërgjegjen, me shkel karakterin, me shkel moralin, që dominon epshi. Kjo është problem. Nëse njeriu me kaq përkushtim dhe kaq zell e ngrit epshin, e faktorizon, madje e adhuron, atër këshilla nuk ka me i dobi. Nuk ka me i dobi, nga se ajo është argat i dikuj tjetër, ajo është në shërbim të dikush tjetër. Prandaj, pa e shkput kontratën me atë punëdhënësin e psharak atje, nuk ka mundësi tjetë argat i duar i Allahu të barek o ta'ala. Ne jemi në rëbë të Allahu Gjellewala, jemi në shërbim të Zotit Gjellewala, marim uzimin nga Zotit që ka kërkot dhe punojmë zelëshëm për Allahun për të marrë fund pagën e duar të shpëlim me xhenet. Këta jemi ne. Mirë, për nuk mund t'jesh në bankat e shkollës ku mësohet e mira, ndërsa t'ja bësh argatin të keqës. Nuk bën kështu. Nuk mund me shku në shkollë të jesh i dishëm e pastaj mbas shkollës të sillesh si i padishëm dhe ignorant. Nuk bën kështu. Përcaktohu. Kush është ai që të udhëheq? Mendje, besimi apo epshi? Sa ka të këqija në jetën tonë, e dim që janë të këqija. Pse nuk i lojmë? S'ka përgjigje. Zakonisht një rrudhje krahësh, një ndrydhje fytyre dhe kaq. E tëra këtu përfundon. Boj i fort i fuqishëm, shkel epshin. Ti duhesh të jesh mbi epshin, jo ai mbi ty. Ai që nuk ka guxim, nuk ka fuqi me mbajt në kontroll epshin e tij, kojtën e tij, dhe ai me kontroll nga epshi. Ai që kontroll nga epshi nuk mund të udhëhiqet nga udhëzimet e fesë. Prandaj të ndërozor, këtu është betejë jonë. Këtu është lufta jonë, me vetveten, me pasionet tona, me kojtën, me lakmin, me epshin, që fatkeqësisht çdo ditë po dështojmë këtë betejë në forma të ndryshme, në të gjitha rrafshat, Ne duhet që të dëshmojmë pjekurinë si besimtar, si njerëz, se ne udhëhiqemi në jetën tonë përmes mendjes së ushqyer me udhëzimet e shpalljes, me udhëzimet e besimit, e jo ndryshe. Prandaj, ku ka epsh, ku ka dëshirë për argëtime, për kojtë e lakmi, nuk ka vepra, nuk ka produktivitet. Dhe në shoqërit të ndërlozër, ku lullzon epshi, ku lullzon argëtimi e dëshira për dëfrim, zvoglohet produktiviteti dhe cilësia përdimtarisë. Këto mëre gjithkun. Cili njërin këtë dunja ka arrit diqka, duke flajt ka 10 saat, e duke dal ka 2 saat me pi kafe, e ka 3 saat në rrjetet sociale, e në fund i suksesshëm. Ma gjej një që është shtot, unë e dorëzona para teje. Nuk ka kështu. Lexoni për njerëz të suksesshëm, çfarë do fushë? Pak gjumë, shumë lodhje, shumë sakrificë, në fund pak rezultat. Që kjo dunjaja. Ama loj, argëtim, lastim, fjalë, debate, diskutim, shëtitje, argëtim, gjumë, në fund duhet më zhvillu. Po, duhet, po jona, do tjerën ata që zhvilluhen. Ecim për para. Prandaj, epshin vend vetë, por jo dominant. Allahu e ka krijuar epshin për t'i përmbush kërkesat tona, por Allahu xhalor epshit nuk i dha karakter leadershipi e udhëheqës. Ai s'është për më udhëheq, nuk është. E treta të ndërlozër, dembelia. Aja që pengon shumë është përtatësia. E din, por dembel, përtatës. Duhet me luftu përtatësin të ndërlozër. Është armiku më i madh i çdo zhvillimi dhe produktiviteti. Duke pas parasysh rrezikshmërinë e dembelis, në vazhdimsi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bënte lutje: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. O Zot, të lutem më mbroj nga ajz. Çka është ajzi që lutej kundër ti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ajz është ti kesh mundësit e mos u shfrytëzosh. Ç'kjo është? Ajz është gjithashtu të kesh dëshirë me bëu diçka mos kesh mundësi. Dyja janë. Ruajmë nga situata kur du me bo smuna, por dhe kur muna me bo s'du me bo. Këto dy janë, ajzi dhe kesel. Andaj lutje pejgamberës më Allah që Allah të ruajnë nga ajzi dhe kesel. Kesel të mbelia. I ka mundësit me bo, po s'ban. I ka mundësit me vepru, po nuk dan.
I ka që dhe rëthanat, nuk është shqetëzan. Dembeli, përtaci, e rrezikshme, priton me menu, priton me lëviz, ka dëshirë të gjithë me i shërby ati, kejtë të mja krypunt, dërsajnë të fund të vije edhe ta prije shëritin e suksesit të jetës e ti. E kështu nuk ka. Askush këtë dunjatë e nërlozër nuk ja ka dalë, sikur se përmena pikën e kaluar, asë këtë pikë me përtaci. Sa ishte i zëllshëm pejgamberi s.a.s. Aja kishte me vetët vërtetën po, aja kishte për krajnë e Allahut po, por u desht me uquë me vepru e mu angazhu, s'pat vem për përtaci e për gjumë. Andaj, kur e erdi shpallja, qka tha pejgamberi s.a.s. Kur e pa seriositet në misionit, barën e obligimit, kur e pa detyrën e madhe që e priste, qka tha? I tha Khadijës radhiyallahu ta'ala gruas së tij, ka shku koha e gjumit o gruajem. Tash është koha e zellit, nga se kena detyrë, kena punë me bo. U menoj që çdo kush për neve në vendin tonë që shikon situatën, duhet t'jallë vetës si këtë, kena punë me bo. Kena ende për me ndërtu, e me u zhvillu, kena shumë pengesa për me largu. Prandaj, heret është me bo gëzime e festa, heret është koha e zëllshmërisë, është koha e punës e angazhimit, është koha e mësimit e studimit, është koha e bashkëpunimit, jo koha e dembelisë, përtacisë e gjumit, për shkak se nëse kështu bëhemi, mund të në këthet mrapsht begatia që po e gëzojmë Allah në ruajt. Të ndërrua dhe besimtarë, Allahu na uzot në rrugën e drejtë. Allahu na dhash zëllshmëri, sinceritet. Allahu xhallahu ala këndell për të mirë. Allahu na mundsoj që ta dominojmë epshin, ta menaxhojmë e juaj neve, që kështu t'jemi produktiv, t'jemi praktike të zellshëm, e ju llafazan, demagog, e fjalë shumë, e punë pak. Kërkoni falë nga Allahu, nga se Allah është falës, dhe është me shuhë se kullu kauli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të ndërlozër, në çdo kohë ka pas demagogji, llafazana, njerëz që kanë pas qef me fol, edhe veç me fjalë me ngrit, me fjalë me gëzo autoritet, me fjalë me fitu pushtet, gjithë ka pas, por konsideroj se koha jonë dallohet shumë për kohëve tjera. Koha e demagogëve, llafazanave të shumë të ndryshëm, që spritojnë me folje, me premtu, pastaj shumë pak me vepru e me zbatu. Andaj një nga faktorët që pengojnë realisht njeriun që tjetë praktik e produktiv shpesher është lidhje e fuqishme dhe dashuria e madhe për pushtetin, për karrikën, për autoritetin. Nga se nga njëherë, të ndërlozër, ka mësi me të kushtu veprimit caktuar, reagimit caktuar, me të kushtu me karrikë, me të kushtu me autoritet, me të kushtu me pushtet. Ka njerëz që nuk janë të gatshëm këtë me e pagu. Prandaj kalojnë në lajka politike, në premtime të caktuara, fjalë boshe për të ruajtur autoritetin e për ta zbrazë dhe për ta dobësuar produktivitetin. Në çfarë do lloj niveli është kjo? Nga më i larti e deri më i ulti. Gjitha nivelet, ku do që njeriu gëzon autoritet, gëzon ndikim, shpesh herë ky ndikim bëhet qëllim dhe tenton me rrit me keq çka ka, pavarësisht pastaj a dobësohet produktiviteti, a zhgënjet masa, a tradhtohen premtimet, nuk është e rëndësishme pastaj kjo. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërlozër, atë që u premton të njerëzve, nuk është e premtimi i tij. U premton të veç Allahu çka ju ka premtu. Nërsaj nuk jep të shumë premtime personale, për shkak se premtimi është fjallë e madhe, premtimi është barë e madhe. Kështu që njeriu para se me fol fjalën duhet më matë sa është e zbatueshme, sa është e mundshme. Dhe në fund, për mos zbatueshmëri të merr përgjegjësi mbi vete të kërkon falje. Kam thënë, por për arsye të caktuar nuk pata mundësi ta zbatoj. E kështu me radhë. Mirë po që demagogjia të shndrohet diçka të natyrshme, llafaznia të shndrohet diçka normale, konsideroj se është një tregues i dëmshëm për shoqërinë dhe të ardhmen e saj. Besimtari nuk premton, vepron, e premtimi i tij më i madh është vepra e tij, puna e tij.
Premtimi i tij më i madh është sinqeriteti i tij dhe përkushtimi i tij. Shumë më tepër se sa fjalët dhe ato që ai i nxjerr nga goja e tij për t'ia u drejtuar njerëzve të tjerë. Mbi gjithatë, në vëllezër, ne duhet të punojmë. Gjithkush kudo që është përcaktuar, nxënësi në shkollë të i zellshëm. Dhe ato mësimet i zbaton praktik. Mësuesi, mjeku, hoxha, xhamati, politikani, biznesmeni, ekonomisti, zyrtari, kushdo qoftë, në çfarë do fushë, kudo që t'je, punëtori, bëhu i zellshëm, bëhu praktik, punoj fito me djerës. Atë që e dëgjon që është e mirë zbatoje, atë që e dëgjon që është e keq e largohu, dhe këtë bëje me një herë. Mos e rrit distancën mes fjalëve dhe veprave, e që kjo pastaj të shndrohet në mënyrë të jetuarit, e pastaj të bëhet normal gënjeshtra, të bëhet normal mashtrimi, të bëhet normal premtimi, pse pasti s'ka asnjë produktivitet e asnjë vepër praktike. Allahu na ruaj. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, Allahu na përmirësoj gjendjen. Allahu na dhuroj sinqeritet. Allahu na ruaj nga epshi, nga sherrri i tij, nga pangopsia e lakmia. Allahu na ruaj nga pushteti që na dëmton, nga autoriteti që na shkatërron, e na bën ju njerëz. Në ruajt Allahu te barek o taala nga çdo vepër e ligje të keq që na mundësov që të jemi gjithmonë në përmirësim e sipër, në ndryshim e sipër, në ngritje e sipër, e asesi në shkuarje mbrapa apo në rënje. Allahu na ruajt. Allahu i shëroft të smurit tan. Allahu a lehtësoft dhimbjet, mundimet atyre dhe familjarëve që kujdesen për ta. Allahu xhallahu ala lehtësoft brengat e të lashët të gjithëve, çfarë do brenge të lashët që kanë. Allahu na ndihmoj në rrugtimin ton. Në ruajt Allah vendin ton, poplin ton, nga çdo e keqen, nga çdo e ligë. Kurrë që na e dën të keqen, e nuk dhe të mirën. Zot na ruaj nga e keqja, nga ligësia e tij, na mbrojt Allahu xhallahu ala nga çdo dyftyrsi dhe nga çdo dyftyrësh e i ligë i keq. Allah më shëroft të vdekurit tan e na bashkof bashkë me ta në xhennet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.